Mbrëma, uroj të jeni mirë. Sot përqendrimi maksimal në kafene ishte tema rilindja. Gjithë flasin për rilindjen, po askush nuk e parapërcakton që rilindja është kalosën për tunelin e vdekjes. Duket se goxhat duket se enigmatike, po nuk kalohen për tunelin e vdekjes, nuk lind dot. Gjithçka që ka ndodhur këtu te ne, të gjitha llojet e rilindjeve kanë kaluar në për ajër. S'kan kaluar në ndhe. Gjithmonë në ndhe në kuptim figurativ. U tregova i rrëfejnë të vjetër këtyre miqve të mi, po sa filluan me ato termat e skepticizmit të tyre që s'bën këto gjëra sot. Dikur në vende skandinave, në një nga ato vendet, kishte probleme pafund. Bie dhe vrasje për dhunime. Gjithë ligët e botës. Dhe gjithë atë partë të vendit, me mbretër, princër, që ishin, doronin pushtetin njëri me tjetrin, edhe asnjëri nuk vinte do të liqë. Ishin po mundur. Edhe u thot një ditë, një nga këto pleqët e vjetër, ore ma jepni mua ata vetëm një javë duhet, nuk e dua më shumë. E rregulloi gjithë të gjendje që keni gatuar ju gjithë, njërin pas tjetrit. Ja, po s'ke mundësi ti e plak, i thënë. Por më djoni mua plak, më të. Vetëm 10 ditë, nese, vendosën, vun plakun. Puna parë që bëri plaku ishte urdhëroi që hapni burgje, tha. E të gjithë kriminalët nxirrin jashtë. Po si të hapin burgje, thënë, ç'a thua? Ore, do më djoni mua më dha të fuqin. Si puna tit. Mos më harroni mjekrën. Hapën burgje gjithë. Tani që hapët burgje, tha, në mes të sheshit, tha. Ndërtoni një dhomë, tha, 4x4, tha. Edhe si për asaj, tha, varni një lak, tha. Qa thua, tha, por gjoni si shtë dhe mund. E ndërtuan dhomën këta, vunë edhe larkun sipër. S'kaloi një orë, vajti nga këta semenë, tha. Por zot një, tha, filani, tha, bravo filanin. Merë atë, tha, fute brënda, tha, ke dhoma. S'kaloi gjysmë orë tjetër, vajti një tjetër, tha, ore filani përdhunoi filanin, tha. Ate që është poshtë, ngjitën i sipër, tha, barën një lak, tha. Këtë tjetër, tha, futën një dhomë. Edhe vajti kjo punë 2 javë, 3 javë. Thonë ata, ç'a bëhet, thonë. Njerëzit, erdhi momenti që nuk guxonte asnjëri të bënte asgjë, sepse direkt varen lak. Kjo është meseleja. Nuk ka asnjë lloj falje, siç kemi ligjet në. Bën tjetri vjedhje, vrasje. Edhe s'përfundon asnjëri ke lagu. Jo, thonë këto miq, jemi demokraci, thonë. Po ç'a demokracia, vëlla? Kjo demokraci që kemi të paktën 70 vjet e fundit, që e njohim historikisht, janë vitet më përgjithshme njerëzimit, janë para miliona veta. Demokracia që po përjetojmë në sot është një lloj teatri absurd që po ham njëri tjetrin edhe nuk ngopemi. Kështu që ai ligji duhet të jetë jo vetëm i rrept, po duhet të i zbatueshëm për të gjithë. Nuk ka tolerim as majtës as djatës, as lart as poshtë. Nese, meseleja ishte e fundit që ai që e bëri këtë veprim, plaku me të mek. Ishte shefi i madh i llozës madhe të atij vendi atje. Nuk kujtohet tani se ka vite që kam lexuar këtë. Kështu që po se erdhi një frimason pushtet, frimason, jo frimason mongol. Nga këto që i kanë bërë lloxhat si dhoma biznesi. Po se erdhi frimason në të gjitha aspektet, as kemi për ta ngritur kokën ndonjëherë. Kur? Falni që u bezdisa çik. Hajde, natën mirë.